Shëndet ndëruar shikues, po filloi magazinën informative 21 drejt për drejt. Ish presidenti Hashim Thaçi ka qëndruar gjatë ditës në Kosovë me një leje të përkohshme për ta vizituar babain e tij, i cili po qëndron i shtrirë prej kohësh në QKK. Vizitën e përkohshme të ish presidentit Thaçi kanë konfirmuar edhe dhomat e specializuara në Hag. Ndërkohë, gjatë vizitës së Thaçit në QKK, një numër i konsiderueshëm i qytetarëve u mblodhen për ta përshëndetur nga afër atë. Për rreth 5 orë ish presidenti Hashim Thaçi ka qëndruar në hapësirat e QKK-s për vizitë të babait të tij, i cili prej kohësh është duke u trajtuar aty. Vizita e tij erdhi pas kërkesës së 4 të mbrojtjes së Thaçit për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore të babait. Lidhur me këtë vizitë, dhomat e specializuara në Hag thanë se është e natyrës humanitare. Po mund ta konfirmoj, për arsye detyruese humanitare, trupi gjykues dhe gjyqtari i procedurës paraprake kanë udhëzuar sekretarin që të menaxhojë një vizitë paraburgimi në Kosovë për Hashim Thaçin që të jetë me babain e tij. I akuzuari mbetet në paraburgim nga dhomat e specializuara. Me të marrëvesh se ish presidenti Hashim Thaçi, i cili është duke u mbajtur në qendrën e paraburgimit në Hag, që nga nëntori i vitit 2020, ku po gjykohet për krime lufte, ndodhet në hapësirat e QKK-s, u mblodh një numër i konsiderueshëm i qytetarëve, të cilët e përshëndetën me brohoritje. Është e trishtueshme me ardhë një çlirimtar me vizitu babën e vet në burg. Në këto kushte kështu sigurim se për një me është në par kriminali, çlirimtar. Po, inshallah sa ma shpejt i lirohet, se pa drejtësit për mohat në burg. Atëherë sot des, ku me votu dhe është ai të gjendur. Avokat të akredituar të specialës kanë vlerësuar se procesi ndaj Thaçit dhe të tjerëve në Hag pritet të marrë epilog në fund të këtij viti ose në fillim të vitit 2026. Avokati Ardian Bajraktari ka mirëpritur vendimin e dhomave të specializuara në Hag për ta lejuar përkohësisht ish presidentin Hashim Thaçi që ta vizitojë babaun e tij, i cili po trajtohet në QKK. Ai tha se më në fund gjykata speciale kuptoi se vendimet për refuzim të vizitës së Thaçit për shkaqe humanitare dhe me arsyetime ligjore ishin vendime të pabazuara dhe jo humane. Avokati Bajraktari po ashtu e quajti proces të sërzgjatur gjykimin e ish-krerëve të UÇK-s në Hag dhe kritikoi dhomat e specializuara për mungesë të transparencës. Bisedën e zhvilloi Burim Zariçi. Avokat ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron për vizitë në Kosovë. Si e vlerësoni këtë vendim të dhomave të specializuara në Hag për t'ia dhënë lejen që ta vizitojë baban e tij në QKK? Një vendim natyrisht që është i pritur, i mirë pritur, non që i vonuar, për faktin se është në bazë të rregullores së procedurës dhe të provave, për faktin se një vizitë e tillë për shkaqe të justifikueshme humanitare e lejon, është ndeni përkatësisht rregulla 56 të rregullores së procedurës dhe të provave, e cila natyrisht i mundson një gjë të tillë. E kur kemi parasysh faktin që babai ish presidentit Thaçi tash çakohesh në gjendje të rënduar shëndetësore, vlerësoj që një vendim i tillë nga ana e dhomave të specializuara natyrisht se vetëm sa është i vonuar. Sepse ishte refuzuar realisht radhazi disa herë një kërkesë e tillë nga dhomat e specializuara në Hag. Si e vlerësoni këtë refuzim? Ishte i drejtë? Natyrisht ishte jo human, ishte i pabazuar për faktin se siç dihet tashmë opinioni ka qenë në dieni se gjendja shëndetësore vazhdon të jetë e rënduar e babait të ish presidentit. Prandaj bazuar edhe në faktin që dhomat e specializuara në disa raste, në 10 sosh kanë leju vizita të tilla, vlerësoj që tashmë më në fund kanë vendosur drejt dhe i kanë mundësu vizitën ish presidentit, vizitën e babait, i cili natyrisht është në gjendje të vështirë, përkatësisht gjendje të rënduar shëndetësore. Krerët e UÇK-s që nga viti 2020 janë në Hag duke u përballur me akuza atje. Ka pasur edhe kritika që s'janë trajtuar ashtu siç duhet në Hag. Ka vend për shqetësim
Natyrisht është një proces tashmë i konfirmuar se është i stërgjatur dhe është si i tillë natyrisht në kundërshtim edhe me praktikën e vetë Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerit në lidhje me gjykimin në kohë të arsyeshme. Po ashtu diçka që ka karakterizuar në vazhdimsi këtë proces është mungesa e theksuar e transparencës përgjatë gjithë çurisë së procesit gjyqësor. Por natyrisht kemi parë në jo pak raste edhe involvimin e trupit gjykues pakun në njërin prej anëtarëve në pyetje të ndaluara, pyetje të natyrës orientuese për jo pak dëshmitar, cilat natyrisht që këto në mas të konsiderueshme e lëndojnë procesin mirë, por megjithatë, mbi bazën e çurisë asaj që kemi parë së paku deri tash, vlerësoj që procesi ka shku brenda parametrave, për faktin se pala mbrojtëse mjaftueshëm ka arritur me kundërargumentu në raport me tezën kryesore siç është çështja e ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Prandaj, unë vlerësoj që fundi i këtij procesi dhe jam optimist që fundi i këtij procesi do të rezultojë me pastërtinë, rikonfirmimin e pastërtisë së luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës e natyrisht edhe me pafajësinë e ish-krerëve të cilët po ballafaqohen me këto akuza. Nëse ndalemi tek ndonjë datë apo kohë optimale që mund të ketë lirim të ish-krerëve të UÇK-s, është përmendur që mund të jetë ky vit gjatë këtij viti që do të lirohen, ka gjasa? Sa i përket çështjes së masës së paraburgimit, si masa më e ashpër për sigurimin e prezencës së pandehurit në procedurë, do të më pas parasysh faktin që ajo në bindjen time nuk tashmë edhe ligjërisht është e vështirë me u argumentu mirë, por megjithatë me rastin e përfundimit të dëgjimit të dëshmitarëve të ftuar nga ana e prokurorisë sipas dinamikës është përcaktuar që fillimi muajit prill, eventualisht mund të ketë edhe ndonjë dëshmitar që zyra për mbrojtjen e viktimave mund t'i ketë propozuar. Pas përfundimit të dëgjimit të këtyre dëshmitarëve nuk ekziston asnjë arsye ligjore për të ju vazhduar masa e paraburgimit gjithë ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndërsa sa i përket epilogut të procesit, sipas dinamikës, unë vlerësoj që fundi i këtij viti do të mund të rezultojë me epilog së paku në shkallë të parë në lidhje me këtë proces tashmë të stërgjatur. Që i bie në shkallë të parë, mund të ketë lirim që mos të bëhen paraburgim? Sa i përket çështjes së paraburgimit, vlerësoj që pas prillit eventualisht deri ka qershori kur mund të përfundon dëgjimi i dëshmitarëve të ftuar nga ana e prokurorisë, nuk besoj dhe nuk vlerësoj që ka asnjë arsye ligjore që të vazhdohet masa e paraburgimit gjithë ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po thoni që mund të lirohen gjatë këtij viti, në fund të këtij viti. Vlerësoj që po, për faktin se siç e thash, çështja e paraburgimit si masa më e ashpër për sigurimin e prezencës së pandehurit nuk mund të justifikohet tutje, ndërsa sa i përket komplet e çurisë së procesit, unë vlerësoj që së paku në shkallë të parë do të mund të kemi epilog, ndërsa pastaj varësisht prej epilogut, palët kanë të drejtë ankesën në instancën e dytë përkatësisht në dhomën e apelit të kuadrit të dhomave të specializuara. Nuk ka gjasa që të paraqiten dëshmitar apo dëshmi të tjera që ta zvarrisin këtë proces? Siç kishte ndodhur. Nuk vlerësoj për faktin se siç dihet tashmë është caktuar fati zyrës së prokurorit të specializuar që deri në fillim përkatësisht deri me datën 4 prill të përfundojë së dëgjuarit gjithë dëshmitarët. Pastaj siç e përmenda mund të ketë edhe zyra për mbrojtjen e viktimave ndonjërin prej dëshmitarëve të propozuar. Edhe në fund natyrisht me sa kemi informata dhe ka opinioni publik, edhe avokatët të mbrojtjes kanë propozuar disa që nuk janë në numër të madh, cilat teorikisht mund të përfundojnë brenda këtij viti. Sa i përket garantimit për të liruar nga paraburgimi, a mund të është sjellur në opinion se mund të garantoj presidentja dhe kryeministri një gjë të tillë, por ata nuk kanë kthyer përgjigje këto dy institucione. Mund të ndodhë, mund të garantojnë për lirimin e ish-krerëve të UÇK-s? Në bindjen time, shteti nuk ka bërë mjaftueshëm për sa i përket procesit dhe sigurimit që një gjë e tillë të ndodhë. Megjithatë, unë kam përshtypjen edhe paket garancion eventual. Në bindjen time, gjithë ish-krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës mjaftueshëm janë sjellur korrekt dhe mirë në raport me dhomat e specializuara, prandaj edhe pa një garancion eventual, unë jam shumë optimist që ata do të jenë të gatshëm dhe në dispozicion për t'ju përgjigjur çdo ftesë, sigurisht që nuk do të ekzistojë shkaku ose mundësia ligjore që të njëjtjet të ndikojnë qoftë në prova, qoftë në dëshmitarë që janë natyrisht rrethana determinuese në rastin e përcaktimit të vazhdimit ose jo të paraburgimit ose eventualisht ndonjë masë më të lehtë për sigurimin e prezencës të pandehurit në procedurë.
Për të kthyer nga vizita sot e ish-presidentit Hashim Thaçi, sa mund të qëndroj në Kosovë në vizitat e tilla dhe është parë Euleksi i pranishëm aty, janë parë shumë trupat e Euleksit përreth QKK-s, do thotë një masë e shtuar e sigurisë. Rëndon kjo ndodh në vizitat e tilla? Sa i përket çështjes së vizitave të tilla, si rregull kanë qenë relativisht të shkurta dhe me masa relativisht të rrapta të sigurisë që në bindjen time natyrisht që kanë qenë të panevojshme dhe jo proporcionale për faktin se siç dihet edhe ish-presidenti Thaçi edhe të tjerët ju kanë përmbajtur në përpikëri gjitha rregullave, gjitha kritereve, gjitha kushteve të vendosura nga ana e dhomave të specializuara, edhe në rrjedh të kësaj edhe kjo vizitë besoj që nuk do të zgjasë shumë, por është e rëndësishme që megjithatë u lejua dhe sigurisht që si edhe të tjerat do të ketë masa jashtëzakonisht strikte dhe rigoroze. Faleminderit shumë. Gjykata Supreme sot ka marrë vendim edhe për ankesën e fundit dhe kësaj është hapur rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e 9 të shkurtit. Supremja ka vendosur ta refuzojë si të pathemelt ankesën e Partisë Demokratike të Ashkalimve të Kosovës, të cilët e kishin kontestuar vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. PZAP-ja e kishte hedhur poshtë si të pasafatshme ankesën e kësaj partie lidhur me manipulimet për votat me post. Me që nuk ka më ankesa, tani është në dorën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shpallë rezultatet përfundimtare. Sipas rezultateve, lëvizjave të vendosje pritet të ketë 48 deputet, Partia Demokratike 24, Lidhja Demokratike 20 dhe koalicioni AK-Nisma 8. Formimi institucioneve të reja vazhdon të jetë i varur nga gatishmëria e partive politike për të bashkëpunuar me njëra tjetrën, derisa nuk janë përjashtuar as zgjedhjet e parakohshme. Por hulumtuesi nga Instituti Demokratik i Kosovës, Vullnet Bugaçku, beson se Kosova do të ketë një qeveri të re, pasi sipas tij shkurja në zgjedhjet parakohshme do të kishte pasoja. Marrë për bazë rezultatin aktual, duke që do të jetë vështirë që të themelohet qeveria pa pasur një marrëveshje, të themi ashtu, mes partive politike apo qoftë edhe nëse pa pasur ndonjë deputet të partive të tjera të cilat do mund të kalojnë dhe për ta mbështetur një qeveri të ardhshme. Megjithatë, pavarësisht kësaj, historia në Kosovë ka treguar që edhe në atë kohë kur ka pasur shumë përplasje edhe verbale, edhe të themi hezitime dhe refuzime të ashma për të bashkëpunuar dhe ndërtuar ndonjë qeveri apo ndonjë koalicion, megjithatë ka ndodhur e kundërta dhe ne kemi qenë dëshmitar shpeshherë që të gjitha këto fjalë, të gjitha këto konstatime publike të shprehur qoftë nga partitë në pushtet apo në opozit, janë shkruar në një moment kur janë ulur dhe kanë biseduar për të bashkëqeverisur. Unë besoj që do të kemi një qeveri në Kosovë, pavarësisht që është herët ndoshta sepse duhet pritur një shpallje rezultate dhe për mi pa sigurt numrin e ulësave dhe vendeve në parlament, nuk përjashtoj as mundësinë e lëvizjes së ndonjë deputeti nga një subjekt në subjektin tjetër, ose nuk përjashtoj mundësinë që ndoshta edhe ndonjë deputet të mbështet me votë themelimin e institucioneve. Për të prodhuar zgjedhjen në Kosovë do të ketë disa pasoja, dhe unë besoj që ato pasoja shkaktohen nga momenti kur të themi brenda 60 ditëve nuk formohet qeveria e Kosovës. Pra ne do ta dimë që të paktën juridikisht duhet të themelohet kuvendi i Kosovës, duhet që pasi të formohet kuvendi të zgjedhë kryetari dhe kryesia e kuvendit, atëherë është afati që së paku brenda 60 ditëve duhet të mbrohet qeveria, por duhet të zgjedhet qeveria dhe nëse kuvendi dështon që ta themelojë qeverinë brenda këtij afati, sepse edhe kushtetuta e thotë që shpërndahet në momentin kur brenda 60 ditëve nuk formohet apo votohet qeveria e Republikës së Kosovës, dhe atëherë formohen kushtet spaku optimale që presidenti të reagojë dhe ta shpërbëjë kuvendin dhe të shkojë me zgjedhjet parakohshme. Pas gjuhës denigruese ndaj gazetarëve, Sami Kurteshi lëvizjes vetëvendosje ka shpërthyer në akuzë edhe ndaj Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Duke komentuar reagimin e AGK-s për sulmin e mbrëmshëm të tij ndaj gazetarëve, Kurteshi thotë se AGK është të shndruar në aleancë të grupeve kriminale. Viktimizimi i kriminalëve të mbështjellur me vellën e gazetarit në mesin e tyre të vrasësve me pagesë të dinjitetit njerëzor është lot krokodili.
Askush në asnjë rast nuk i përfill ashtu siç kërkojnë me ngulm, e lërë më t'i rrezikoj, shkruan ndër të tjera Kurteshi në Facebook. Një automjet që po transporton të nxënës është aksidentuar paraditën e sotme në Vushtre duke lënë të vdekur shoferin dhe duke lënduar disa nxënës. Policia e Kosovës tha se aksidenti raportohet se ka ndodhur rreth orës 8 në fshatin Galic të Vushtrisë, duke shtuar se shërbimi spitalor klinik universitar njoftoi disa orë më vonë se shoferi 59 vjeç ndroi jetë si pasojë e lëndimeve të marra. Sipas autoriteteve, edhe 7 persona të tjerë që gjendeshin në automjetin e aksidentuar janë lënduar gjatë këtij aksidenti trafiku. Nga hetimet e para të zhvilluara në vend ngjarje, bëhet e ditur se si shkaktari i aksidentit dyshohet të ketë qenë pakujdesia dhe mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës, ku përpasoi vetura përfundon jashtë rruge, u tha në njoftimin e policisë. Ndërkaq, kryetari i Vushtrisë, Ferit Idrizi, tha se me veturën aksidentuar po transportoheshin nxënës nga fshati Duboc i kësaj komune. Ai tha se disa fëmijë të lënduar janë duke marrë tretman mjekësor në emergjencën e spitalit Sheikh Zayed në Vushtri. Vazhdojmë me materiale të tjera. Seanca gjyqësore në Kosovë, seancat nuk po zhvillohen për shkak të numrit të pamjaftueshëm të prokurorëve, dhe këto mungesa lidhen direkt me mungesën e buxhetit që është ndarë në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Këto ishin shqetësimet që u paraqitën në mbledhjen e sotme të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi tha se në mungesë të prokurorëve seancat gjyqësore nuk po mbahen. Ai kërkoi që KPK të insistojë tek qeveria e Kosovës që të ndajë mjete buxhetore për plotësuar numrin e kuadrove të nevojshëm për sistemin prokurorial. Në lëndë primare që i ka prokurori i shtetit, aty ku ka vendim për fillim të hetimeve, efikasiteti është 95%. Që në krahasim me vitin 2023, që ishte 89, dhe në vitin 2022, që ishte bashkë me i kujt, tregon një rritje të këtij efikasiteti edhe përkundër vështirësive që i kanë përcjellë sistemin prokurorial. Në këtë javë, ne kemi pas problemet e para të cilat unë i kam paralajmëruar dhe më herët, që gjykata, edhe pse kanë gjyqtar më shumë, qeveria nuk ka ndarë mjete buxhetore as për pozitat e cilat me ligje janë të përshkruar. Kur them këtë, janë me vite që neve nuk kemi referentat e ndërmjetësimit, edhe pse ligji për ndërmjetësim ka paraprapë këto pozita. Janë me vite kur nuk janë plotësuar pozita për bashkëpunëtor profesional, edhe pse ligji i prokurorit shtetit parashef që secili prokuror me pas një bashkëpunëtor profesional. Sa i takon raportit vjetor të punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2024, drejtori i sekretariatit Sami Strefi u shpreh se me qenë se KPK-s nuk i është aprovuar kërkesa për buxhet shtesë, kjo ka shkaktuar vështirësi në punën e prokurorit të shtetit. Ai njoftoi se gjatë vitit 2024 KPK ka realizuar 96.17% të buxhetit. Gjatë vitit 2024 bazuar në ligjin me numër 08L260 për buxhetin e Republikës Kosovës, për vitin 2024, Këshillit janë ndarë buxhet prej 17.265.867 euro, dhe pse kërkesa jonë ka qenë 19.760.377 euro, dhe kjo kërkesë nuk është aprovuar nga Ministria e Financave dhe Drejtësisë, atë që tha kryeprokurori i shtetit për të mbuluar disa pozita ligjore që kemi në sistemin prokurorial të Kosovës, ku ka ndikuar direkt në realizimin e aktiviteteve të sistemit prokurorial. Mosplotësimi i përgërjes së Këshillit me 2 anëtar. Sulme nga institucione tjera me qëllim të dëmtimit të besimit të publikut në sistemin prokurorial të Kosovës. Mungesa e bashkëpunimit me institucione tjera për realizimin e zotimeve nga deklarata e përfashë të zotimeve. Dorëheqja e prokurorëve të komunitetit sot. Dorëheqja e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e odës avokatëve të Kosovës. Buxheti pamjaftueshëm
por të nguluar të gjitha obligimet e krijuara, mos dekretimi i kryeprokurorit shtetit që tash mbetet tash e sapo. I Strefi tha se gjatë vitit 2024, prokurori shtetit ka pas në punë mbi 150.000 kallëzime penale, prej tyre mbi 50.000 janë pranuar në punë gjatë vitit të kaluar, ndërsa pjesa tjetër është e trashëguar ndër vite. Autobusët e linjës Podujev-Prishtinë po vazhdojnë të qëndrojnë para komunës së Prishtinës që nga dita e djeshme. Shoferët e këtyre autobusëve po kundërshtojnë vendimin e komunës, i cili u ndalon atyre të përshkuajnë rrugën e vjetër drejt kryeqytetit. Atyre u shqiptuan edhe gjoba nga policia e Kosovës, por kjo thonë se nuk i ndalon ata të shprehin pakënaqësitë e tyre deri në momentin e ndryshimit të këtij vendimi. Ndërkaq nga ana e komunës së Prishtinës ata mbetën të palëkundur në qëndrimet e tyre. Shoferët e linjës autobusëve Podujev-Prishtinë të barikaduar me autobusët e tyre qëndruan pothuajse gjatë gjithë natës përpara komunës së Prishtinës. E karriket mbetën të zbrasta nga udhëtarët edhe sot. Krejt kjo pasi shoferët tash e 2 ditë vendosën të bojkotojnë punën në shenjë revolte kundër vendimit të komunës së Prishtinës, përmes së cilit atyre u ndalohet të përshkojnë rrugën e vjetër drejt kryeqytetit. Pe Bërnicës e Knena nuk kem det më ina ish, as Xhamin e Llapit, mos në stacion. Orarin e kena që drejtim, edhe na ka boj pa drejta. Tash na ka mbon suën në Bërnicë më nalë. Mor stacionat në Habo, gjysë Bërnicës. Ato është dhije plot. Një sprazë o thatë, më shku thatë për autoban, e më shku në stacion, apet më këthuj thatë, e më ardhë në Bërnicë të më parkuar. Kompani që drejtojnë këtë autobus tashmë po xhobiten edhe për parkimin para komunës së Prishtinës ku ata po protestojnë, por shoferët mbesin të prerë në qëndrimin e tyre. Dhe të shkujnë sa dojnë, gjopa në nuk nalë. Djela se dina dhe vitë. Ka 2 tikete e këna marrë. Edhe nuk thejo mrapa heq. Nuk i plajmë se punë. Nën kryetari i shoqatës së transportuesve Mentor Mustafa shtoi se vendimi i komunës së Prishtinës është një shkelje të drejtave të tyre, pasi sipas tij ata kanë kontratë për këtë linjë të transportit ndërurban deri në vitin 2026. Kjo kundërshtim me ligjin që ka bërë komuna e Prishtinës nuk pajton me ta. Këta nuk kanë kur çfarë vullneti mo taku me neve, pse arsyeja kanë shti bryllat edhe kanë interesa personalin linjat e reja që kanë qëtë në çdo Kozaric edhe Sharban. Ato ka miliona që fitojnë çdo muj. E ato është interesi tyre, por këtë arsye ata nuk dojnë me neve as më takue. Vendimi i komunës së Prishtinës erdhi pas 2 protestave të këtyre operatorëve të cilët kërkonin që linjat e reja për fshatrat rreth kryeqytetit të mos u marrin udhëtarët. Por megjithatë, këshilltari i kryetarit të komunës së Prishtinës, Luftar Braha, tha se vendimi i ri nuk ndërlidhet me protestat paraprake. Protestat kanë qenë, vendimi veç ka qenë të përgatitur, analizat kanë qenë duke u bërë për më ardhur në zgjidhje më të mira të mundshme. Janë shqyrtuar edhe zgjidhje tjera sipas kërkesave të shoqatës transportuesve ndërurban, që është njëra për zgjidhje me kalu nga rrugat e Zagrebit edhe me kalu në rrugën Tirana, por të cilat janë po ashtu fytë të ngushta dhe blokojnë jashtëzakonisht shumë trafikun, i cili edhe po ashtu është i ngarkuar në ato 2 segmente rrugore. Shoferët kanë vendosur që autobuset i lënë të parkuar që nga Xhamia e Llapit e deri para objektit të komunës së Prishtinës, derisa vendimi që po pengon aktivitetin e tyre të ndryshohet. Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar propozimin e kryetarit Përparim Rama që sheshi përballë bibliotekës kombëtare ta mbajë emrin e ish politikanit austriak Erhard Busek. Kryetari i Prishtinës Rama tha se Busek ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Austrisë. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se sheshi përballë bibliotekës kombëtare ndërlidhet me edukimin dhe se Erhard Busek ka qenë mik i madh i Kosovës. Doktor Erhard Busek është një njerëz i madh, një mik i madh i Kosovës, një mik i madh i yni që na ka ndihmuar gjatë kohëve më të vështira, gjatë kohës luftës, gjatë kohës kur edhe qytetarët tanë, studentët e asaj kohës nuk kanë pas mundësi të studiojnë. Ka qenë pikrisht doktor Erhard Busek që i ka hap mundësi me qindra apo mira student nga Kosova që të mësojnë, që të studiojnë, që të avansohen, të bëhen profesionist
dhe tashmë edhe të ndihmojnë vendit tonë në hapat e radhës për të ardhmen e ndritshme të vendit tonë. Si rezultat edhe si një nevojë për me nderu, falenderoj shumë arsimin presidentin e shoqatës të miqësisë Kosovo-Austriake që kanë ardhur tek ne në kryeqytet me një propozim që ta nderojmë figurën e doktor Erhard Buzek me emrimin e një sheshje, pikërisht i sheshi këtu, i cili qëndron përballë Bibliotekës Kombëtare. Ambasadori i Austrisë në Kosovë, Georg Schnetzer, foli për kontributin e shtetit austriak, ku tha se ishte vendi i parë që njohu diplomatët dhe dokumentet nga sistemet paralele shqiptare. Është një ditë historike, sot është përvjetori i treti vdekjes së Erhard Buzek. Jam i sigurt se ai do të ishte shumë i nderuar, shumë krenar që ky shesh afër Bibliotekës Kombëtare, afër rektoratit universitar, si dhe afër bibliotekës së vogël austriake që është brenda në këtë ndërtesë, po emërohet pas tij. Erhard Buzek ishte një vizionar për dekada. Ai punoi papushim për integrimin e Europës lindore dhe Evropës juglindore në BE, pas rënies së perdës së hekurt. Ai luajti një rol kyç që studentët shqiptar të kishin mundësi të vazhdonin studimet në Austri, si shteti i parë që njohu diplomat. Propozimi i kryetarit Përparim Rama që sheshi përballë Bibliotekës Kombëtare ta mbajë emrin e ish politikanit austriak Erhard Buzek është miratuar në mbledhjen e sotme të Kuvendit Komunal të Prishtinës. Edhe një kronik nga kryeqyteti, me vendim të komunës së Prishtinës, shumica e shkollave janë pajisur me tabela digjitale, të cilat e kanë lehtësuar dukshëm procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Në mesin e shkollave ku ka filluar digitalizimi i procesit mësimor është edhe shkolla fillore e mesme e Olët, Emin Duraku në Prishtinë. Ndërmjet tabelës digjitale, nxënësit dhe mësimdhënësit po i kryjnë detyrat e matematikës dhe ushtrimet nga lëndet e tjera mësimore. Po të pas parasysh se vetë koha ka ardhur si kohë e digitalizimit edhe vetë interesimi i nxënësve është më tepër kanë interesim ka sa në domethënë çfarë shkon ka puna digjitale se sa tash me shpërtu libra, neve po na duket që është pak më atraktive dhe neve po na lehtëson shumë punën që ata me shfaq interesim për me mësu. Nxënësja Bora Krasniqi thotë se një ndër përparësitë e shumta të tabelave digjitale është ruajtja e projekteve dhe njësive mësimore. Kur ta përfundosh me shkru diçka, nuk i nevojë vetëm me fshime një herë, por më vetëm me dal slajdin tjetër ose tjera që shtoni. Tani veç shënën që dush, nëse do më këthy taje që e ke pas, e më pash me prek edhe këthejesh atë që e ke pas. Do më thënë nuk t'hupin senet, për shambull me t'hup slajde dhe tani mja fillu apet të njëjtin slajd me vizatu ose me shkru. Drejtori i shkollës thekson nevojën për trajnime shtesë të mësimdhënësve për përdorimin e tabelave digjitale. Me arritjen e kontingjentit të ri të tabelave smart, kuptohet puna mësimdhënës është më e lehtë, qoftë kuptimin e mësimdhënies, hulumtimit e nxënësve, por besojmë që të ardhmen me kalimin e kohës do të ketë edhe trajnime rreth përdorimit për ata që s'kan një ritëm mjaftueshme dhe besoj që kjo do të ndikojë pak në rritjen e cilësisë së mësimdhënies. Procesi i digitalizimit pritet të vazhdojë edhe në shkolla të tjera të kryeqytetit. Proces ky i cili përveç ngritjes së efikasitetit ka për qëllim edhe ngritjen e cilësisë në arsim. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.